Deri në fund të këtij muaji, pra deri në ditën e shtunë, planifikojmë që të përmbyllim rinumërimin e të gjitha vendvotimeve. Derisa ambasadorët e akredituar në Kosovë të shteteve perëndimore po kërkojnë që Kosova sa më shpejt të formojë institucionet e reja, përfshirë këto kuvendin dhe qeverinë e Kosovës. Këtu në qendrën e numërimit dhe rezultateve po vazhdon rinumërimi i votave. Deri më tani më 27 janar janë rinumëruar rreth 75% e votave. Zëdhënësi i Komisioni Qendror të Zgjedhjeve, Valmir Elezi, tregoi për Kallcopikon se deri më 31 janar të këtij muaji synojnë që të përfundojnë të gjithë rinumërimin. Që nga 13 janari dhe deri më tani do të thotë për një periudhë gati 15 ditore, duke vazhduar procesi i rinumërimit të vendvotimeve për të cilat ka vazhduar KSZ. Deri më tani do të thotë ky numër i vendvotimeve që është rinumëruar ka kaluar 70%. Dhe sipas planifikimeve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, deri në fund të këtij muaji, pra deri në ditën e shtunë, planifikojmë që të përmbyllim rinumërimin e të gjitha vendvotimeve. Kujtohet një herë që sipas vendimit të parë të KSZ-s është dashur që të rinumërohen 914 vendvotime, ndërkaq sipas vendimit të dytë të datës 19 janar edhe 1643 vendvotime. Pra procesi i rinumërimit është zgjeruar në tërësi dhe në këtë proces janë përfshirë të gjitha vendvotimet që i takojnë procesit zgjedhor që është mbajtur më 28 dhjetor. Pas përfundimit të procesit të rinumërimit, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të mund të shpallë rezultatin përfundimtar të këtyre zgjedhjeve. Procedura e cila duhet të ndiqet pastaj është përcaktuar në ligjin për zgjedhjet e përgjithshme, pra të gjithë kandidatët dhe subjektet politike kanë të drejtë që të paraqesin ankesat e tyre ndaj rezultatit përfundimtar të shpallur nga ana e KSZ-s. Këtë mund ta bëjnë fillimisht në PZAP dhe po sipas ligjit çështja mund të shkojë deri në gjykatën supreme. Natyrisht se procesi i rinumërimit i heq dilema sa i përket rezultatit, megjithatë është në të drejtën e subjekteve politike dhe të kandidatëve që të parashtrojnë ankesat e tyre ndaj këtij rezultati. Andaj KQZ është e detyruar që në zbatim të ligjit të pres paraqitjen e ankesave, përfundimin e shqyrtimit të tyre, zbatimin e vendimeve të këtyre institucioneve, pra nëse kanë vendime që e detyrojnë KQZ-n për të ndërmarrë në një veprim, dhe krejt pastaj në fund, KQZ mund të certifikojë rezultatin e zgjedhjeve që njëkohësisht do të shënonte përmbylljen e procesit zgjedhor. Pra koha se kur do të bëhet certifikimi i rezultatit të zgjedhjeve pas shpalljes këtij rezultati nga ana e KQZ-s, varet krejtësisht nga procesi i ankesave, pra nga ajo se sa do të ketë ankesa ndaj këtij procesi, vendimet të cilat do të dalin qoftë nga PZAP apo eventualisht edhe nga Gjykata Supreme, dhe pastaj krejt kjo do të përcaktojë do të thotë edhe kohën se kur KQZ mund të bëjë certifikimin e rezultatit të zgjedhjeve.